Avokat, si e shikoni kandidaturën e Eric Wendt, i cili vjen nga një eksperiencë ushtarake, ka drejtuar operacione të NATO-s, ka bashkëpunuar me forca speciale shqiptare, ka një njohje deri diku të Shqipërisë, siç e përmendi ai në Senat, tregoi se ka një mbështetje kundrejt SPAK-ut nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë të cilën e theksoi dhe vetë Wendt. Në këtë rast, çfarë po përgatit Shtetet Bashkuara të Amerikës me një ambasador të tillë, nëse do të kaloj për t'u emëruar më pas dhe për të shërbyer në Shqipëri? Ne jemi pjesë e zonës pivot që fillon nga lindja mesme dhe mbaron e kap gjithë Ballkanin, Europën Lindore dhe mbaron në Balltik. Dhe kush kontrollon këtë zonë, qoftë politikisht, ka kontrolluar gjithë Atlantin, pra po thuaj gjithë botën. Kjo është definuar prej së paku 120-130 vitesh nga baballarët e gjeopolitikës. Dhe ushtarakët amerikanë që shërbejnë jashtë Amerikës kanë një minimum që është goxha i lartë si stek të arsimimit po dhe përgatitjes gjeopolitike. Pra, nuk mund të ketë sukses një ushtri e cila nuk e njeh mirë gjeopolitikën. Aq më tepër që kemi një aktivizim, pra një diplomaci që po luan sulm, një qeveri amerikane që po luan në ofensiv në të gjitha parametrat. Kjo se e kujtoni, para pak kohësh Defense Department është ka ndruar emrin dhe është quajtur War Department. Pra, njihet gjithmonë që ta ushtarak lart mund të kalojnë edhe në politikë, siç kanë kaluar shumë prokuror, janë figura potenciale tek i cili shteti amerikan apo shtetet tjera që i kanë ata i konsiderojnë si asete, kanë investuar në këto figura, janë të besueshëm, njihen për njerëz me integritet, dhe aq më tepër që fjala e një ushtaraku, pavarësisht që e thënë nga pozicioni një kandidati për ambasador, është fjala e një ushtaraku. Dhe mënyrën se si foli, mua më duket që ai përveç se do të jetë një ambasador i Shteteve Bashkuara, po do të jetë edhe një në shtesë, po ta shtoj edhe një ambasador i SPAK-ut. Pra ai e përcaktoi që në fillim simpatinë e tij, vlerësimin e tij dhe përkrahjen e tij për SPAK-un. Pra përkrahja e tij deri diku vjen pothuaj pa kushte ose mund të jetë në thelbin e misionit të tij tashmë diplomatik shqiptar. Dhe unë e shoh si një pagurë. Përveç asaj, përcaktoi njëkohësisht korrupsionin, po dhe krimin organizuar, narkotrafikun si objektivat kryesore për të goditur, me të cilën të bashkëpunojmë me qeverinë shqiptare. Pra duket si një program i thjeshtë, po që në fakt përbën të gjithë thelbin e problematikës ku ne jemi zhytur. Pra duket se do të jetë një diplomat, po themi që vjen nga një përvojë ushtarake, por që nuk bie pre, po themi, e lajkave të politikës Tiranës dhe vjen me një mision caktuar dhe duket i prerë për të realizuar atë. Pra, kemi profil të tillë. Po, lajkat e politikës Tiranës janë të neverishme dhe për mua, besoj dhe për ty, jo më për kallupin e një generali. Jo, patjetër, bëj këtë pyetje sepse e kemi parë vazhdimisht se si servilosen në kapacitetin e ushtrisë. Si opozita, si qeveria. Po tani, nuk po i ndajën, unë i shoh bashkë, janë bashkë. Me këto zgjedhjet e sotme që bëri Berisha, e firmosi veten si aseti më brillant i Ramës. Ku i shërben zgjedhja e tij në këtë mënyrë? Pa garë. Pra e vrau përfundimisht opozitën. Unë mendoj që ne kapacitetet ushtarake realisht i kemi vetëm për një kolonel. Nuk e di sa e gjithë Ministria e Mbrojtjes në ushtarak aktiv dhe civil shkon ke rreth 8.000 veta, besoj as gjysma janë ushtarak aktiv, pra fiks
mund të formojmë një informacion për një kolonel. Na rrofshin generali që kemi. Dhe kanë kohë këta pa përballur me general me gjitha kapacitetet. Kështu që mjafton ai të mos bjerë nga pozitat reale të generalit, edhe do të jetë shumë dinjitoz punë e tij. A mund të themi në këtë rast se gjithmonë nëse zgjidhet ky ambasador për të shërbyer në Shqipëri, a mund të themi në këtë rast se SPAK-u do ketë një instrument mbështetje shumë herë më të fuqishëm dhe mund të godas në nivelet e larta duke shkuar qoftë edhe deri te Edi Rama? Po qoftë, po mirë e keni bërë kështu si i hidhull qoftë Edi Rama. Pa ta godasin Rama, pse mos e godasin? Po se është bëri paprekshëm prandaj. Po mirë ju e bëni paprekshëm. Unë nuk e shoh paprekshëm. Tani i shkoi SPAK-u deri te Belinda dhe e mbrojtin kuvend. Po ç'pun ke më Ke Rama. Trajtoheni me pa komplekse e do ta merrni feedback-un. Ndajni njerëzit nga devotshmëria. Mua nuk më bën hija si lloj pushetari, nëse ai hyp në malin e devotshmërisë, qoftë njëri pa pushtet, pa grada, por mua është i lartë, i lartësuar. Ose hypën gjeli maj plerave, le të jetë atje, le të shkruaj kryeministria, presidencë. Mua nuk bën hije. Edhe besoj kështu do ta ketë çdo qytetari i devotshëm, edhe që ka një integritet në mendimin e tij. Tani librat e shenjtë nuk i kanë shkruar për poçavurët, për dalluar këta njerëz nga të vërtetit. Prandaj është shkruar. Dhe ndarja është vetëm nga devotshmëria. Unë nuk i shoh fare devotshëm, bile i shoh anti-devotshëm, dhe unë nuk i shoh në majën e pushtetit, po i shoh në gropën e turbit. Edhe them, SPAK-u pse nuk merresh me ta? Se krijuan dhe një kështu rol pa prekshmërie deri ke këta gangsterët e dorës fundit, që si kishin dëgjuar fare, Agassi, Beqiri e tjerë. Ku ka pa prekshmë? Nëse kemi barazi para ligjit, edhe nëse nuk e kemi, ne do e predikojmë, do bëjmë presion, do ushtrojmë që ta arrijmë barazin para ligjit, ta meritojmë. Ka shkelur Rama ligjin, shkoi Rama me gjithë gjafër, me gjithë duan bëjnë dhe komision për SPAK-un, bashkë me Berishën. Ta tre shkojnë fillimisht, bëjnë objekti SPAK-ut, nëse kanë bërë vepra penale. Çfarë problemi ka atje? Pra, presioni ynë është ai që do të jetë aleati më i madh i SPAK. Ne presim të bie Amerika të bëj punën tona, po dhe kjo është e turpsh. E turpsh është pikërisht dhe është krijuar kjo lloj narrative pikërisht për faktin sepse hajde komshi na rregullo punën, po jo më një njeri që nuk e meriton shtëpinë vet, nuk e meriton. Patjetër, po është krijuar kjo narrativë sepse edhe është shumë keq, mos krijohet. Pse jemi pak në tjerë këtu për të dalë për zot vendit. Po sepse Rama i moment filloi të gëzoi kur një pjesë e amerikanëve ikën nga SPAK-u kur erdhi në pushtet Donald Trump. Pra me politika që ndoqi. Inshallah shmerë nga gëzimi dhe, që të themu. Njëri nga gëzimi, tjetër nga i dërimi, po bollimi shmerë ne tani, ne do të shohim parimet. Një popull që lëshon parimet zhbëhet. Edhe do talli me nderën si Rama, si Berisha apo një tjetër. S'ka rëndësi, kushdo që tjetër kryet pushtetit, këto lloj fuqie i japim ne. Se ne kishim paprekshëm dhe ligën e Monikës. Po kështu do përfundoj edhe këta. Por mua, unë kështu e shoh në të ardhmen, kështu do përfundoj. Problemi është që mos përfundojnë me dënime minimale që sharake, që t'jenë ofenduese për ne. Se kaq vujtje që kemi heq, që ti je më afër vujtjes së këto që madhërojnë krimin dhe e adhurojnë, e idealizojnë, e ngrenë në piedestale të tjerë, edhe nga servilizmi tyre pervers përfitojnë. Ne që pësëm kuris, ne e dim realitetin. Përveç marrjes pasurisë, du t'jepim ndëshkimi i tillë që mos i shkojë kujt në mend. Të bëhet mësim, mos i shkojë kujt në mend të kopjojë këta. Ka rënë në nivelin më të ulët mundshëm politika, nga niveli fshataresk total, si në pamje edhe në veprim, se kam për konceptet në tepër, po edhe në pamje, mënyrë se si janë shpërfituar, ka dalë shpirti i ftyrë, domethënë, nuk përcjellin qytetari. Europa është 98% qytetari.
ta shkojnë me njerëz të pa kultivuar, domethënë. E që nuk duan kultivuar, plus pastaj kjo rënja në nivelin e një krimi bastard, i cili ka akses pa kufizuar në pushtet, është një nga turpet më të mëdha që ne kemi lejuar vetes. Si mendoni, kemi përmbysur përfundimisht sistemin e vlerave. Antivlerat janë maj, kriminal ordiner, killera, trafikant, të cilët mburen me pushtetin e madh që kanë, edhe u shkrojnë në mënyrë të pa princip dhe perverse mbi një popull pothuaj të rënuar.